Marrëdhënia e lexuesit me librin nuk ndryshon mes sinët, por gjatë verës organizohen më pak aktivitete letrare dhe promovime. Shkrimtari i ri, Suad Arilla, thotë se interesi për librin mbetet i njëjtë, ndërsa jeta kulturore e kushtuar librit është më e varfër në këtë periudhë. Marrëdhënia me librin është një marrëdhënie që nuk ka lëvizje shumë të mëdha as në konceptin e të lexuarit apo zhvillimeve të mëdha për librin dhe as rënje shumë poshtë të tush. Ka një trajshmëri për sa i përket aktiviteteve, gjithmonë në një numër më të vogël krahasuar me kulturat e tjera apo si thosh me aktivitete tjera, pra aktivitetet për librin janë gjithmonë në një minimum si thosh, po sidoqoftë ajo që unë shoh është që lexuesit tashmë verën e shfrytëzojnë pushimet e tyre dhe verën e shfrytëzojnë për të lexuar diçka më shumë. Sipas Arillës, edhe mungesa hapësirave të përshtatshme dhe dinjitoze në librari ndikon që qytetarët të kenë më pak mundësi për të takuar, për të diskutuar dhe për të afruar me librin. Libraritë që funksionojnë për fatin e keq funksionojnë në bazën e shitjes, pra të marrëdhënies shitje-blerjes, nuk ka ambiente angazhuese me librin ku ti e shpleton, e merr, lexon dy faqe dhe pastaj ke mundësinë ta blesh. Pra, ose hapësira të librarive ku mund promovohen autorë, ku mund promovohen libra. Në këtë formë, në fakt, duhet bërë një thirrje që angazhimi të jetë më i madh, jo vetëm i lexuesve, por edhe i strukturave që interesohen për kulturën dhe për qytetin që ta shikojnë me vëmendje këtë pjesë, ndoshta të ketë disa investime, nuk e di, private apo publike. Krijimi i më shumë aktiviteteve dhe hapësirave të dedikuara për librin do të ndihmonte në nxitjen e leximit edhe gjatë sezonit veror.